Lajmi që ju prisni të shpërndahej nëpër portale, por që nuk I interesoi njeriu. Domethënë ishte në një moment që doli diçka e thoni, "Oh, tani u bën viral, tani e morën." Prit ju kaloi ditë, kalu 2, kalon 3. Se vuri ujin zjarr njëri. Jo, dëgjoj, as nuk e mendoj këtë gjë. Pra, unë të tjerë kemi një projekt diçka bashkë, nuk e mendoj që ta marrin portalet, okay. Portalet kanë marrë dhe gjëra që mund mos kenë që fare diçka për të komentuar apo të bërë një foton timen apo të tjerit. Thjesht duke qenë se jemi personazhe tashmë të edicionit Patjetër. të 4 të Bigut, mendoj që të gjithë ne komentojmë për diçka. Pra ne jemi pak a shumë të momenti derisa të fillojë edicioni tjetër. Sa do bëj edhe ti atë që bëri Sabianit futesh për herë të dytë. Përshëndesim Sabianin, se e kemi nga Fieri. Dgjoj, me këto rikthimet e dyta nuk është se kanë qenë shumë të mira, me të drejtën. Çka kanë parë nga të tjerë? Vetëm ne rikthehemi tamam, jemi rikthyer edhe vazhdojmë. Jo, mendoj që ja ka marrë më të mirën dhe mbase thjesht për nostalgji, për të qëndruar disa ditë për qef. Po kaq. Kështu sa për qef, ë? Jo, por të rikthyer prapë nuk e besoj. O Krista, a hyni I lexoni komentet që shkruhen për ju? Unë I lexoj dhe një herë I kthehem dhe qesh me lot kur I kthehem. Më thënë I kthehem ironi, njerëzit kujtojnë se unë prekem. Tiri më thot pse I kthesh, mos I jep vëmendje. Unë se kam shumë. Frenoj I shkreti, po ke vetëm gaz. Po. Unë sepse unë ja kthej që më me ironi ose kur shoh ndonjë koment që realisht më irriton në sensin që okay, kush ta kërkoj mendimin për këtë gjë, thjesht mos më komenton dhe vazhdoj them, kaq. Por shumë shpesh këto që mund të jenë më negativet nuk I dua fare, I heq, vetëm për faktin se nuk dua fare ti kem aty, kaq. Okej, bukur. Jepi Juli goditjen në fundit. Zgjoheni në mëngjes. Me hapshin tënd. Po. Era sënde po më çmend. Zgjoheni në mëngjes, hapni telefonin dhe shihni një thashë them për veten apo për ju si çift. Kush për ju është filtri I marrëdhënies që thotë lëri portalet pa të pim një kafe të hapim syt një herë? Tiri. Se unë vdes ta komentoj. Kafe I shkreti. Unë mbaroj ta komentoj çik. Edhe thot sa e zjat, thot nuk po çau bugati. Shkruajti Tiri. Ka punë kjo shkall. Shkruajti Tiri. Angelo të përshëndes me këngën e Albaz Skënderajt, më jep një kafe të lutem. Tokyo Express. Unë ta bëj me kam profesion më vlla, do e komentoj se jam gazetar. O kishte edhe në fund një lajm që ju e keni dëgjuar dhe do doni që të ishte vërtet I vërtet. Krista fitoi 1 milion euro për shkak. Po. Hajde! Krista, kemi ne dansëm? Po. Mendin jo, nuk kemi. Kemi dansëm, po, më se I nxjerr dans ma lekë veta. Krista. Kështu thoni ju? Krista, po dansëm, pse s'e ke vënë? Po e pres. Presim mesazh Jonas Media man ka shkon Hoxha, se ti e më e vetë. Ka shkon 90.000 lekë grami Floriri të tiri, jo se ti. I kemi marrë gjëra shumë shtruar, jemi shumë mirë me njëri tjetrin, besoj se kaluam një katapult shumë fort. Rëndësishme është që rap në këmbë. Dhe po. Ndonjëherë këto rrëzimet janë të frikshme. Pra, Krisa mund të e kishim marrë parasysh mbase edhe krizën që mund shkaktonte, shqyr zoti nuk ndodhi. Dhe tani e kemi marrë qetë, se Xhai shumë ishte ky periudhë. E kaluat lumin dhe e mbajtët kalin. Po, kjo ka rëndësi. Shumë e bukur. Koha jote mbaroi. Shumë e bukur. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që mbrëmjen tënde me gjithë trafikun ta kaloje këtu me ne. Të urojmë shumë suksese. Patjetër që është kënaqësi. Prandaj të morëm. Vi prapë.